Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kemi filluar me librin për mbledhjet e Kuduriut, Mukhtasar al-Quduri, shkurtesa e Imam Kuduriut. Dhe kemi cekur farzët e abdestit. Sepse ashtu fillon autori. Dhe pasi që ne cekë farzët e abdestit, e që janë 4, pasrimi i fytyrës, i duar deri mbi bryla, dhënia mes kokës, dhe pastrimi i kamve, shputave, deri mbi zësht të kamës. Pasi cekë të farze, cekë sunetet e abdesit, dhe thëtë, o sunenut tahare, dërsa sunetet e pastërtisë e ka për qëllim sunetet e abdestit. Ghaslu yedayni qabla idkhalihima al-ina. Edhe në mëram, sunetet. Fillon me pastrimin e duarve para se me futur në anë, edhe stejqadhe min naumihi nëse zgjohet prej gjumit. Është për qëllim lamja shëplakave të duarve, kur zgjohet robi për gjumit. Do në marrë abdest, por pasi që që për gjumit. Në këtë rast, është sunnet i fort, që njëherë me pastru durt, para se me fut në anë. Ka për qëllëm para se me fut në anë, sepse në kohën kër për fletë kë, për dhe me shekuj me vonë, nuk kanë përdorë shumë gota, tasa, anë vogël, me marrë ujtë për anës të madhe, e mi qitë mila durt. Por, që kanë anë e madhe, e shtin dorën e përdorë në vend tasi. E shtin dorën këto, e qëtë mërdu e qëtë dorën tjetër, dhe fërkon dorën. Apo të shtin dorën, e qëtë më gjithën dorë, dhe fërkon dorën. Ta në shtin dorën, ose ishte të dyjat, e më relansujt edhe ujtë derdhet jashtë. E shtin dorën, e qëtë mi kamë dhe fërkon kamën. E shtin dorën, edhe qëtë mi dorë dhe fërkon dorën tjetër, dhe kështu më ramë. Kështu kanë përdorur. Po edhe sëtë ka vende ku përdoret kështu. Edhe sëtë, pjesë në dhatë botës, ujtë e kanë për gjamia, për shambull e kanë për shadravana, i jo me qeshme, se kanë me qeshme. Për kanë të shadravani, mushu në ujë. Edhe njësë afrohet në rrëth të kumpane për vendet ndryshme të botës, edhe më kujtë e ke mu kjo këtë që kam lëdzu tani. Më goj ke në tik praktik që kam lëdzu. Edhe njerëzit që vinë marrë abdes, veç e shtin dorën atë, edhe i marrën ujtë me dorë. Me thonë që s'ka tasa në këtë zeman, ka. Po pse përdorin ashtu, që të përdorin. Plët vene. Pejgamberi e ka cekit mesele, alayhi salatu wassalam, që është fjala për pastrimin e duarve 3 herë pasi të zgjohet robi për gjumit. Dhe ka thonë, idha stayqadha ahadukum min nawmihi, fala yaghmisu yadahu fil ina qabla an yaghsilaha 3, fa innahu la yadri ejnë batet jeduhu. Hadith është në Bukhari dhe në Muslim. Kur të zgjohet dikush prej jush, mos ta futë dorën në anë, për me marrë ujë, ose për me larë, me marrë dyjat ose njalën, para se me pastru 3 herë jashtë. Sepse nuk e din dikush prej jush, ku i ka shku dora gjatë gjumit. Pra ka mundësi gjatë gjumit, dora dëpërtën në vendet të ndyta, vendet intime të ndyta, edhe
Dytet me mikrobe, ta qato mikrobe, ai nuk e shënë si se zvrehen dhe i futen në ujë. Nuk është në rregull kjo, do të majtë pastërti. E ne dimi se dini jonë është dini pastërt, feja është e pastërt, edhe çdo sens që ka është në dytë e eviton, e largon, e shmangun. Pra për me qenë duart, mos me dytuj dhe me qenë sa më të pastërt. Megjithatë, anëpse hadithi ka ardhur kështu kur zgjohet njeriu prej gjumit, megjithatë që të gjithë ulemat e 4 mëdhëbeve kanë thënë se është sunnet pastrimi i duarve 3 herë para se me fillue me pastru pjesë të tjera trupit. Pra për suneteve të abdestit është pastrimi i shëplakave të duarve para se me pastru e gjymtyrët e tjera të trupit. E tani këtë punë e gjumit, më ndalë edhe pak për më plëtsu, këtë kanë thonë është sunet shumica dërmus absolut të ulemave, Imam Ahmed, Allah e pas më shëru, në një transmetim e ka, nëse është gju njeriu për gjumit të ditës, është vetëm sunet me i pastru duart një herë, para se me fut në enë. Ndërsa nëse është zgjuar për gjumit të natës, është vajib. Pse për dallën Imam Ahmed? Ka thonë për dallën sepse gjumi natës është më i randë, ndërsa gjumi ditës është më i lehtë. Po është një mendim i tina, se dhe që tjetë, është sunet pastrimi i duar, shplakat e duarve, para se me fut në enë, respektivisht në fillim, kur të marrë me abdest. Wa tasmiyatullahi ta'ala fi ibtida'il wudu. Po ashtu kanë rënë në ditë të gjithë ulemat se është sunnet me thonë Bismillahirrahmanirrahim, me përmenë Allahun në fillim të abdestit. Me përmenë Allahun në fillim të abdestit. Pastaj was-sivaku, edhe përdorimi i misvakut. Sivak, misvak, dru, shtag, tashmë e dini që ka është misvaku, sepse keni pa, edhe një pjesë ju edhe ka që kanë përdorë misvakun. Dru, misvak, ka të cilit pëmë, merret një degë tina, qirohet edhe pasër në dhëmt. Qashtu ka fali më dhe zëtë. Frytën nuk ka, po merret degë tina, prehet, qirohet një pjesë, e zbut me jargë, se është i fort, edhe i pasër në dhëmt. Po ka të atilë, të cilët janë rrojpi në tokë, dhe merret rroja, ajo është më i mirë, po është më zërmenzir, dhe pavarësisht a është mbi tokë, merret në rroj, po është në dhe, e rëndësishme është se misvaki është shumë i dobishëm, jashtë zakonisht i dobishëm për robën, për gojën e tina, për jartë e tina, për dhëmt e tina, për nufullën e tina, për lukthin e tina, për gjumin e tina, për stresin e tina. Shumë ka dobi misvaku, është interesant puna e tij, e s'ke që funda s'ka do të interesant kur e dimi kush e ka kriju dhe kush në ka spjegu neve për dobit e tina. Allah ka kriju këtë lloj pemë për këtë punë. Për pastrimin e gojës, me ta hjek aromet, me të pasru dhëmt, me të forcu dhëmt, me të ndofullën dhëmve, edhe gjumin të ndihmon me të rregullu misvaku. Edhe tretje në ushqimet në stomak të ndihmon lango, a e lëshon një lang i cili depërton poshtë. Është i mahnitshëm misvaku, e pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka përdorur gjithë. Madje ka thonë, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah, Bukhari, wa 'inda kulli wudu'in Muslim. Ka cek dyat. Po mos kisha frikë se do ta rëndoja ummetin tim, do ta kisha urdhëruar të përdor misvak për çdo namaz. Në Muslim është transmetimi për çdo abdest. Ne po flasim këtu për abdest. Për ato ulemat kanë thonë tani, kanë cekur, nëse njeriu s'ka misvak, e fut gishtin, e pastron gojen. E fut gishtin dhe pastron gojen. Kur kanë thonë këta fut gishtin e pastron gojen, ata nuk ka pas afar brusha se sot. Për ndryshe këtë sotit, ndash fut e brushën, ndash fut e gishtin, ndash përdor brushën. E rëndësishme është pastrimi i gojës mirë, me gisht ose me brush, ose sunet, kur gjë më shumë.
E kjo me gisht është i lehtë, është e shpejtë, është e lehtë, me fut në ujtë ngoj, edhe është në gishtin, e pastran rreth gojen. Ata i këtu ka dobi tjera natyrisht me tregu se Islami dënë që robi t'jeti pastërt. Sahih abdesti është për hatër të Zotit, sepse përfutu në namaz, sepse është qelë se namazet. E namazet gjithë shka mrena në dinë Zotit. O gjithë shka mrena në dinë Zotit, por në anën tjetër, të rëgën për përkushtimin, për kujdesin e Islamit që robi t'jeti pastërt, ta ketë gojën e pastërt, ta ketë aromen e mirë, mës të vijë arome e keqe, mës të rritan të tjirë, mës të ngushtan të tjirë, e shumë sene tjera, madhështia e këti dini nuk ka fund. Pra, pejseniteve të abdestit është edhe përdorimi e misvakut para se të marrëm abdestit. Wal madmadatu, edhe shpërlarja gojës 3 herë me sësën herë me ujë të veçantë me shtin në gojë. Pastaj me shtin gojë, fell me shtin gojë, dhe këtë herë në fëtë. E me shpërlarja çdo pjesë gojës, e pastaj me qitë. Wal istinshaqu, edhe futja e ujit në hun, apo shpërlarja e hunës, edhe këte futet ujt thellë në hun, për ata kanët e në hadith, baligh fil madmadati wal istinshaqi illa an takuna saiman. Baligh është të preje, bëne shumë, fort, thellë, ujt goj, shtene thellë ujt goj, pra bën gargarar, shpërlaj krejt gojen, po edhe në hunën thellë që në hunderë dhe për tënë të kanalt në hunë, illa an takuna saiman, për pës kur ja gjërushëm. Rujë, kur ja gjërushëm në regula tjera, sepse nëse që në ujtë në nalt, në mështin me dorë, edhe ngre, ka mundësi me shkoj ujtë, agjerimi o presh. Për atë në Ramazan ka tretman të veçantë, për jashtë Ramazanit, është sunet me shpërla gojen edhe me shpërla hunën, të dyjat nga 3 herë dhe shumë me shpërla. O meshul udhunejn, dhe lamja e veshve, pastrimi i veshve. E tani këtu kanë diskutu ulemat të pastrimi i veshve, a bëhet me të njëjtin ujë, cilë është ujë të kresë, për ta dy gishta e runë, nuk e prejkë. Andaj, ishte në gishtat tërgusë në vesh, dërsa me gishtën e madhë e fërkan më rapa. Dhe i bje komplet veshin e fërkan me ujë. Komplet veshin, a është me ujtë e kokës, apo me ujtë shtesë. Do kanë thonë ashtu, do kanë thonë kështu. Të Hanefit është me ujtë të njëjtin ujë, me të njëjtin ujë, sepse gishtat fakt nuk i prejkë të dy, sepse nëse i prejkë me dorë të lahtë, e prejkë e kokën, kaloj dispozita hukmi i pastërtisë. Me qëta ujë, me qëta pjesë dorës, sënë e pastën të tërë pjesë. Për ata i ruajmë këta gishta, këtë japëm mes kokës, i ruajmë këta gishta të dytë, përmishti për 2 parë veshtë, me pastërru veshtë. Se nëse edhe këta e përdorëm në kry, atë të marru i tjetër, nga se kalej pastërtia pëzullu, pe i këtyne gishtave, do të me lagë sërish. E që kështu dhe të më Shafiju, e të thëtë me marru ujtë të rilë veçantë. Po në kanë e marru ujtë veçantë, inshallah, ama me kush që të gishtat tërgushësin e të madhen, mës me i prejkë me të flakt kur i pastëran. Pra, meshul udhunayn, pastrimi i veshëve, është sunnet. O takhlilu lihjeti, dhe futja e gishta mrena në mjekër. Ta shtë mjekëra ka këtu kalablak me sele, po ne po i përmbledhemi për mos me zgjatë shumë. Kjo është natyrisht së pari për mashkull e jo për femra, se femrat s'kan mjekër. Së dyti, mjekëra ose është shpeshë, ose është rrallë. Nëse është mjekëra rrallë, atëherë është vajib, jo sunet, do flasim për sunet, është vajib që me shti durët mrena në mjekër për më të lagë lëkura. Ndërsa nëse është shpesh, mjafton për mirë me lagë. Pra ta për thëtë sunet, me shti gishtat mrena. Për ndyshet, do të kështë thonë vajib.
E kur cilësohet një mjekër se është e shpesht, dhe kur cilësohet se është e rrallë, janë disa mendime të ulemave. Ndër to është ajo që kur e sheh robën përpara, e sheh mjekrën. Apo i duket lëkura mbrenda, apo nuk po i duket. Apo ja mbulon mjekra krejt lëkurën, çato që mbulon, çat pjesë të tyres, apo nuk po ja mbulon. Nëse ja mbulon, është e shpesht. Nëse nuk ja mbulon dhe shifet, është e rrallë. Dhe sekondimi e shpesht, dhe më thonë mjafton me ra për mi, por e sunet me shti kishtat. E rrallë, nuk mjafton me ra për mi, por pa qare farz është me shti kishtat me lagë dhe lëkurën mbrenda. Pastaj, mjekra mund t'jetë mjekër që është shumica e njerëzve sa është fytyra, po mund t'jetë edhe madhe, nën mjekër poshtë dhe me shku gate, dikush e ka mjekrën, edhe një 2-3 plam të poshtë e ka mjekrën. Ta që kje poshtë, që është pej këtuhit e poshtë, sepse çështja kufini fytyrës e kemi cekur ndërse e kaluar, përfundon nën ashtin e mjekrës. Fillon tek balli lart ashti i ballit dhe përfundon tek ashti nën ashti i mjekrës. Po nëse është mjekra tash deri këtu, dhe është deri këtu. Kjo nuk është vajgjib me pastru. Ke rrallë, s'ke rrallë. Nuk është vajgjib. Këto që bën me dorë, po, se nët mirave që poshtë, për ndryshen, kjo ka dispozitën tjetër, dallën për mjekrë që lasht mrena në fytyrë. Takhlilu l-lihjeti wal-asabi, edhe futja gishtave mrena, gishtave të kamës edhe mrena gishtave të dorës. E pastaj, nëse dikush ka ndonjë që është punë e grave, në këtë rast seneti, ato e kanë vajgjib gratë, me lëku ndundazën, për mi hi ujtë mrena, sepse boni mbeti uji, mbeti një pjesë e gishtit në rënas pa pastru, aja abdes nuk ka. Ndërsa neti tjerë që nuk e mënaza, është senet me shti gishtat në mes, njërës dorë tjetërës, po ashtu edhe të kamët. O të krarur gësli ila thelath, përsëritja është pastërtis 3 herë. Çdo gjymtyr e pastrojmë nga 3 herë, me përjashtim të kokës që hipet mes një herë. E vetëm Imam Shafiju, Allah pas me shëruar, e ka futur në rang këtë 3 herë thot edhe për kryp edhe për dhanje mes kokës. Për ndryshe të shumica absolute e ulemave, dhënia mes kokës 3 herë nuk është senet, është 1 herë, ndërsa gjymtyrët e tjera të trupit, që është lëmja duar, shvllaka të duara, e ftyrve, dora djathtë, dora majtë, dhe kamët, edhe futja në hunën gojë bëhen ka 3 herë. Po ashtu për seneteve, kën fakt autori thëto istahabbu lil mutawaddi an yanwi at-taharata. Dhe është mustahab për atë që më ravdes me bën një abdestin, me dhanë mes kresë dhe i cek disa të tjera. Në fakt këthet është mustahab. E ka për qëllim mustahab pak më poshtë se rangi e sunetit. Ka për qëllim pak më poshtë se rangi e sunetit. Por ulemat të tjerë të hanefive, se kurse Samarkandi, pastaj El-Barhani, El-Muhit, Fathul Qadir ibn al-Humam dhe të tjerë kanë thonë, këto e në senet nuk dallim për seneteve. Kë ka thonë që është të argumente nuk ka që ka thonë mustahab, senet është. Pra, themi prej seneteve është me bo njët abdestin, në janvija taharete, është senet, si mbas hanefive, me bo njët. Si mbas shumicës ulemave, gjumhurit është vajgjib me bo njët, është për kushteve të abdestit atje, për farzëv të abdestit. Hanefit e kanë, është sënnet, po sënnet i fort. O yastaw'ib ra'sahu bil mashi, sënnet është të Hanefit, në flasë për sënnete, me dhanë mes kres krejt. Pra, kemi folë farz, kemi thonë pjesë e parë. Sënnet është krejt, për jo me këta dy gishta, thamë këta i ruan, pra i lakë durët, edhe këtë pjesë i bashkën bashkë, dhe këtë i rikëto. Dhe i këposhtë. I pasëran krejt. Këta të dytë i ruan për vesh. O juret të belvudu,
dhe e rëndit abdestin. Fejebdo bima beda Allahu Ta'ala bihi bil mejamin. Dhe rënditja është sënet, fillon me çka ka fillu Allahu. Pra me të djathten e pastaj me të majten. Tek ne, tek Hanefit, rënditja pra është sënet. Me filluë, me pastru durt, me pastru shka që ka lanë Koran. Faksilu vëgjohëkum, u ajdijekum, lani duart, ftyrën, pastaj duart e juve, japni mes kokës, tani kamët. Rane, para, 2, 3, 4. Me fillu. Dora djatë e dora majtë, kama djatë, kama majtë. Po nëse nuk fillojnë, habitëm nuk i bojnë rënditjen, e kemi lasë sënetin, kaqë. E vetëm Imam Shafiu, edhe Imam Ahmedin e transmetim, po është me dhebe Shafive, rënditja është farz, vajib. Po nuk e rëndite abdesin të Hanefit, të Shafit, do të përsërit, të të tjerë do të përsërit. Kur jem të rënditja, është edhe një çështje tjetër, që kësë se ka cek, për kanë cek ulemat e tjerë, se ka sanë edhe të tjerë, me që është mës me lanë shumë me prit njërën për tjetërës, mës më të tha njëra gjëmtyr, mës më tërë, pa e la tjetërën. Imam Aliku këto është shumë strikt, dhe të nëse të thahet, të tërët, një gjëmtyr, pa pastru tjetërën, abdesti o presh. Dohet me këthy rish të aze. Pra së mund është me la syt, e me shku me përshu një sahat atje, e tani më këthy një si sa së përshan asë kosh, po me hup ko. Jo, dohet me njërën pas tjetërës. Hanefit, duke kanë shtërngu ka të shumë, ka mundësi njëri është natyrë, vapë dhe tërët, ose ka mundësi të i pasru dorë të ftyrën, bjen men ka harru diçka në të nga shka në merë, ose merë tas, ose diçka, dhe ndoshta tërët, thahet, nuk prish punë, më rëndësi është mësë me pauzu, mësë me përshu, për për vazhdan. Dhe me fillu pra nga une e djathë, e pastaj me pasruhe gjymtyrën e majtë. Këtu janë senetet e cilat i ka cek autori dhe i ka cek Hanefit në përgjithësi, e pastaj, inshallah ta'ala, shkojmë të gjërat e cilat e prishin abdestin, por në ligjëratën dërse në arshëm, dhe i ratërë, selamu alaikum, rahmetullahi, barakatuh.